me cek, domethënë vetë koncepti edhe emri vetë fragmenta në kupton që domethënë komplet eventi artistik buhet prej fragmenteve, domethënë prej copave të ndryshme, të cilat si tansi mandeni e funksionalizojnë komplet si puzzle i vogël që masani na bën një fotografi të plot. Që e bën komplet eventin çush është, për çata edhe shpesh herë ndoshta duket e çuditshme, po na jemi dikon domethënë 11-12 kuratorë që zakonisht për eventet caktuar zgjedhet veç një kurator, po kjo kon ideja që secili prej kuratorëve me kuru pjesën e pavilionit vetë, ku kanë mu ekspozu artistat e ri, se to e morë parasysh që janë artistat e ri normalisht që se cilit i ka vyt dikush që bashkëpunon aty me të ofër, edhe është shumë interesant pse fragmenta se gjithë artistat domethënë buhen prej copave të ndryshme, të veprave të në prej mediumeve të ndryshme. Kushdo që vjen me vizitu fragmentën, ka me po instalacione, ka me po UI edhe UX design, ka me ro me po filma. Domethënë dohet mediumet janë krejt të ndryshme, nuk domethënë që okay. Pej mediumeve të reja bashkohore deri te performancat, deri te fotografitë, edhe deri te që mujnë ndërkohë edhe të folë edhe i kallëzojmë, nëse është edhe në disa hapësina të ndryshme, për që ato edhe o vendosme që jenë në shumë hapësina, sepse artistat përpos që luajnë me vepra, luajnë edhe me format qysh kanë vendos që ato veprat e tyre mi instalun që ato hapësina. Tash janë tu bu blending bashk, sidomos edhe me ardhin e AI-it, e cila pjo shërben edhe aty me një farë si funksioni për me mujt marrit çka po dojnë. Po ka të ndryshme se kit varet prej konceptit se çka e kanë. Disa janë nisën prej fotografive, disa nisën prej videove, disa janë veç tipografi for example. E tash të kohën që artistat e ri i kanë blend krejt çto together edhe kanë bo si experience për me mujt me i pa që janë shumë lloje që mundë me bo një art vizual edhe që mundësh me pa dhe me eksperiencu. Të në kohën i kena nkry shumë ideja që shmi pru një vend, që ajo ka qenë dimes edhe është okej për me u përdor se krejt bota e përdor qëtë aspekt. Po sa i përket me bo diçka me gjeneru edhe mandena me pru, ajo është diçka cila nuk mundet për të mu pranu, se mandena është po. Se dhe shumë njerëz nuk e kuptojnë se qysh AI në fakt funksionan, për me mujt me t'i pru që ato images cilat po gjenerohen ose videot. Ato janë skanime pi veprave të ndryshme që i ka në për internet edhe mandena po ta bjen që ato. Kemi dorë se me publiku deri sa u kry instalimi i veprave, seneve që mos mundiku artistat, edhe me bo, domethënë me kriju për qef teoris, po tash që move që janë kry krejt në përgatitjet i kemi bu për mas nesër, njëri i kemi 3 artista, domethënë bajet e mëj, jemi të folë për Johan Rohner, i cili është një pej fotografëve me impaktin më të madh momentalisht, ka qenë pjesëmarrës në ekspozitën e fundit në Manifesta. Është njëri prej fotografëve që i ka dizajnu edhe i ka dizajnu, po i ka bo shumicën e fotografive të Allgemeine Zeitung edhe ka publiku fotografi edhe për New York Timesin. Një njëri shumë i rëndësishëm. E dyta është Alina Ostach-Ropakovska, një profesoresh e Universitetit Kozhalinit në Poloni, për ndryshe është universiteti i dytë më i mirë për departamentin e dizajnit. Kjo profesoresh e dizajnit është dekane në qatë fakultet, po edhe një pej dizajnereve më të rëndësishme të dizajnit bashkohor sot. Edhe anëtari i tretë i jurisë është Zef Paci, profesori i jonë edhe i Akademisë Arteve në Tiranë, një për njerëzve më të respektuar që na i kemi, i cili gjithashtu heq edhe Art House-in në Shkodër. Buhet mas pari në Kurez, të këto lledhat monitorat. Në tunel. E re kjo, Maria. Aty, domethënë që aty kemi me fillu, mandeni vazhdon në observator të Pallati i Rinis. Prej atyhit, domethënë që kjo është ditën e mërkure, prej atyhit shkohet në CNP Hivzi Sulejman, edhe ditën e mërkure, domethënë nuk është ndaj hapje officially, se për çato s'kemi dashur me bëu kësi stila
si që është Si zakonisht, repertuari. Nëse që hapët, i lajmërojmë, i kemi quftesat, i kemi tregut ku qatë ditë mujnë njerëzit mu taku me artistin edhe me pa ekspozitën, edhe prej aty hit dhe me do në treguan në CNP. Mandeni të mërkurën kjo është. Të ejtën mandej e kemi pushim, e paskëm pushim, ma ditë premtën është në hamam. Në hamam buhet një farë instalacioni tjetër, edhe të shtunën, mandeni është nota finale, po thëmë, po të shtunën në Merama, aty kemi me bu një vernisazh, do me thonë një mbyllje, ku mbledhet juria edhe i ndahet çmimi artistit fitus.